Edhe ministri aktuali financave ka thonë se ma let na këshëro me pagu me pore ushtar mercenar se nësa po shkon ligje. Ky është turpi i ekonomiratit, që thot ne ma kallaj komi pagu mercenar se sa kanë liftu këta. Turpi tina. Po nga rjedha njeri, për çfarë familja ka nësë mërzitja për tina. Për ti nuk pes shumë. Çfarë kuptimi pes? Në të kuptimin e plot që rjedh për një prindi që ka pos polic. Deri për vendimin e luftës. Na shta din 89-ën kam përru shumë polici. Jo, nëse të shpojnë vëllon. Kështu që pitis nuk me vasona shumë. Qysh po thu deri në luftë ka punu? Po, në Farizaj, gjithë e njufin. Së kjo mënyrë më shëft. Se deri 89-ën në 10-ën u konë lezitime me punu. Unë pe e kora më ratit, pe Donika Gërvalës, mu tash më shumë, janë torë për ty në pëse më fynë mu. Mu më janë kesh me më fyti, më janë kesh me më fynë një familje e ndeshme, një familje e mirë. Donika Gërvala, pëse fynë nërma Sharadini, njësët më nërma kesh, të në gjovë Donikën. Ja kesh Donika që apo përdore Donika të qenë si vojze e një heroi për me sulmu? Jo, se Donika nuk është thmi, nuk është përdore. Donika ka bukur do vjeti ka. Nuk më nëro prej e mashtrime, prej e manipulimit tash. Aja thot vjetë me se bujën t'jashme, aja duhet me ditë kush e manipulion, apo kush e shtinë, kush e... Familja saj ishte para në këtë zedhe me kërku folje të... Po, rejti saj familjar të familja Haradine. Haradine, po boja kumpo ato, ishte, po sa por familja nuk janë tim vëllbu me këto, është të vërtet, çka ka folë Donika. Po Donika nuk duhet me keq përdor, mas pori familjen e vete, babën e vetë, do di çka kujna është, apo vajza kujna është. Është një familje smirë, është një familje herojt. E më qu sot mi thonë generalit, edhe mi thonë sot Dugagjini dhe Renisa janë organizata kriminale, nësa keni ndëgju, keni po, që kjo është turpi tyne, e ta shumë më për tyne si edhe ura. Mu vjen kesh me më fyty kusht tjetër. Për këta, ta shina bo njërë, ta shpër ta smërzitëm. Në falë zotit opinioni kina mas veti poplin, qytetarë që në kanë prekrajnë në prekrajnë, ne kemi njëftu për këtë vend, për këta qytetarë të Kosovës, që të kenë paka shumë dignitetin tamon. Edhe për këtë qytet që e kemë sot, kështu që për disa individa nuk mërzit.